A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Vazhdojmë me derset Shifai Sherif të Qadi Iyadit. Mas namazit të akshamit i mbajmë. Helbet, nëse hala dëkush nuk i ka ardhë haberi, mund të lajmërojmë se dhe jemi mduket të dersi i tret tash. Sa është fillimi i qitapit, lajmërojni shokët. Është një qitap shumë i bereqetshëm. Është një qitap që ulemat kanë thënë dallon nga qitapet tjera, se nga fillimi deri në fund bëhet fjalë për më të dashurin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha nuk hyn në çështje të namazit, abdesi, haxhi, zeqati, si prishet abdesi, ku e diçka. Nikahi, ku e di qiraja, të në kitë çështje të fesë islame, apo ka ibadat e në ka muamelat. Ibadat janë çështjet e ibadeteve për botën tjetër, muamelat çështjet e kësaj dynjaje. Thon Islami, çdo kund ka gisht. Nuk mund thuish së në përzijet Islami, unë e gjithë du bëjnë diqanin tem. Nuk. Apo. Mirë po, ky qitap ka një dalim se komplet flitet për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kena bon një të lexojmë këtë qitap, të përmendim atë sa ma shpesh, se ma tutje dë vije me një hadith se ha Allahun e përmendish, ha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu atë shumë e donë të dërguarin e ti sallallahu alaihi wasallam, kur e përmendish atë, ta qunë si kur e përmendish Allahun gjelle gjelalu. Subhanallah. Prandaj dhe neve, e kemi zjedh këtë qitap, ta përmendim atë në shtohet dashuria, se kalon në një hadith, men e habbe shejën ekthera min dhikrihi, kush dashurohet në diçka, e përmend shpesh atë send. Edhe neve tash ta marim veten në llogari. Çka përmendim më shumë brenda 24 ore? A. Ekipën e futballit. B. Ekipën e basketit. Kuet do kush ndoshta basketin e don. C. Dyqanin, punën, mallin, parën, sen. Ç. Advajzën ndoshta. Po, të muhallës ose gjeneratës. Tamam. Apo më të dashurin ton sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Shif sa hadithi bukur. Kush dashurohet në diçka e përmend shpesh. Prandaj neve jemi dashuruar te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sa vjet u bën derset vetëm për përmendjen e atij, për jetën e atij, hadithet që na kanë ardhur nga ai, vetëm me këto sende merremi, ja Rabbi na e prano këtë si ibadet më i madh, edhe në çka rrugë na e merr shpirtin, ja Rabbi. Na bëjnë nga të dashuruarit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dersin e fundit lexojmë pjesën e parë të qitapit, ajetet kuranore në të cilat Allahu Teala e lavdron këtë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet ta dimë njëherë Allahu si e lavdron, po edhe neve ashtu t'ja dim vlerën, kıymetin, po edhe neve ta lavdrojmë sa më tepër, se vetë emri i atij këtë kuptim e ka. Muhammedun, shumë i lavdëruar. Tamam. Njëri më tha, unë gjallit emrin ja kam vu Muhammed. Njëri e thiri o lavdrim. Gjiboni ki njeri, e boni ndone xhamat, shkurt vathëm. E lëshoj ndone, e një si thujmë neve e mosu. Nuk është lavdrim. Lavdrim është hamd, masdar, do me thënë rënja. Kjo është ismi mef'ul, e nati babit fa'alu fa'ilu tef'ilen, e në bëhet ismi mef'uli Muhammed, nëse i ke këto elemente dhe në gjuhën tënde, atër bujrun thire lavdrim djalin. Nuk ho lavdrim. Muhammed mund të përkthehet vetëm si Muhammed dhe piktama. E mund të përkthejmë shumë i lavdëruar, ama gjalit së nja veshëm një shumë i lavdëruar. Mund t'ja vesh gjuhën shqipe vetëm lavdrim. E po tash Ahmed, lavdrim. Hamdi, lavdrim. Muhammed, lavdrim. Mahmud, lavdrim. E që gjuhët tonë në krahasim me këtë gjuhë që ka zdrip Kur'ani Kerimi? Këto emra që i përmenda, kite kanë që këtë kuptim. Mirë po, Muhammed është shumë i lavdruar, tepër i lavdruar, dhe ja neve këtë qitap e lexojmë me këtë njetë, që ta lavdrojmë edhe neve pak, që të na kapë dëni nur e bereqeti ati në zemrat tona. Dersin e fundit mbetëm dhe më duket zaglavëm pak, te ajeti 35 i surës Nur,
ndoshta ishin minutat e fundit dhe neve pak apo na kap ajo gajlja dhe mbria cin abdesi sen. Edhe njerë ta lexojmë veç shkurtimisht ajetin që t'i kthehemi pak dersit të kaluar e ma pa të vazhdojmë dersin e ri. Allahu Teala në Kur'an thoshte, Estaizu billah bismillah. Allahu nuru semawati wal ard. Allahu është drita, mirë po e komentuam si ndriçuesi i qeve dhe tokës. Dhe than ulemat, methelu nurihi, shembulli i dritës së tij këtu i referohej te pejgamberit alayhis salam. Than shembulli i dritës së Muhammedit alayhis salam ishte si një dritare, mirë po jo me xham kështu, than një vrim që bëhet në mur për ta vu aty qirin ose thuja emrin si tham lambën, nuk ishte një tjetër, nuk prapë zak lambën. Fenerin, bravo. Në të cilën ka një kandil, po kandil ishte. Në atë kandil brenda të ketë një qelq, faktikisht ta ketë ruajta i qelqi atë. Kenë hakeu ke bundur riun, ai kandil shkëlqen sikur të jetë një yll ndriçues. Ju qadu min shajaratin mubaraka, që është ndes nga një pemë e bekuar që tham nga ulliri, nga zejtini apo. Me vaj ulliri a bëheshin ma para ato. Tash për zbukurim, edhe kush ka mall për ato pamjet e vjetra i blen këto në dhomat e veta. E në unë ashtu e kam. Një e kam. Ralle për mall dë njerë e kallim. Po mubarekin zejtune që nga ulliri. La sharqie o la gharbie. Dhe ki ulli nuk është as i lindjes e as i perëndimit. Çka tham dersin e kaluar? S'mjafton ta lexojmë Kur'anin me përkthim se s'do kuptojmë kur gjë nga kjo. Çka simbolizonte ki ullir, ki zejtin? Hazreti Ibrahimin a.s. Se ishte i lindur në Sham. Shami nuk është as tamamile në lindje, as tamamile në perëndim. Tamam. Që as i lindjes e as i perëndimit. Je kadu zejtuha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ai vaj i ullirit atë shumë shkëlqen sa sikur nuk duhet hiç ta kallish me zjarr. Kush ishte ky? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thotë sikur nuk duhet edhe ta ndezish me zjarr, edhe mes lexu asnjë ajet, edhe mes thon kur gjë, dëni nasihat, veç nga pamja e tij, atë shumë shkëlqen, njerëzit e kuptojnë se kjo pejgamber. Dhe si kish ndodh me disa raste, e shef njeriu në shikim të parë, po kjo mund të jetë pejgamber, kjo fytyrë e bukur nuk mund të gënjeje. Ma pa Allahu Teala edhe njerëzve tjerë u jep këtë bukuri, sa ma tepër që e ndjekin këtë pejgamber të dashur, ndodh edhe në mesin tonë, apo thuj shka një qeret bukur, mubarekin, ki nuk mund të ta boje të rikën, ki nuk mund të të mashtroje, ki për mbas nuk të angull thikën, apo do hoxalar të mi kam pas, vërtet vesh t'i shikojsha në fytyrë bile, mas bukuronte ditën, Allahu edhe neve na baft ashtu. Nurun ala nur, që nur mbi nur, bon Ibrahimi a.s. që ishte nur, plus edhe tash Muhammedi a.s. nur mbi nur, jehdillahu li nurihi men jesha, Allahu Teala e udhëzon kaj nur, do me thanë ka rruga e pejgamberit, atë që Allahu dëshiron, ja Rabi, ti dëshirove, dhe neve tash umblodhem këtu, ta lexojmë këtë kitab, ti jemi në rrugën e Habibit tant, ai na tha dhe e falim akshamin, ne e falim, ja Rabi. Ai e fali që kështu 3 farz, 2 sunnet, që ashtu e falim. Ai boni tespajt mbas namazit, ne i bëjmë tespajt mbas namazit. Tamam. Wa yadribu Allahu al-amthal lin-nas, që kështu Allahu Teala jep shembuj që me kandil, me ndriçim me vaj të ullirit. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allahu Teala di gjithçka. Mirë. E ma pa dokumentime i bëm se kush është që tha Muhamedi alayhis salam Hazreti Ibrahim je kështu me radhë. Tash vazhdojmë me dersin e ri. Përsëri në Kur'an Allahu Teala e lavdron pejgamberin alayhis salatu wassalam edhe në një vend tjetër ku e quan si nur, drit, siraj, kandil, edhe atë muniran që ndriçon. Allahu Teala thot, surja Maide ajeti 15. Estaizu billah bismillah. Qad ja'akum, me të vërtet ju ka ardhur juve. Min Allahi, nga Allahu Teala. Allahu e dërgoi këtë pejgamber. Kush ju ka ardhur? Nurun, një dritë shumë e madhe. Tham këto tenvinet në fund paraqesin kuptim të zmadhimit. Nurun, ka ardhur një dritë shumë e madhe. Vërtet pejgamberi alayhi salatu wasalam, këto sy tona të verta na i hapi me dritën e vet. Këto zemra të nxirra, plot llomet kësaj dinjas, plot vezvese, plot cytje, plot akide të prishura ndoshta. Nuri i pejgamberit alayhi salam na ndriçoi këto zemra. Wa kitabun mubin, dhe ju ka ardhur juve një kitab i qartë që sqaron sende të dobishme. Nga nuri duhet ta kuptojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam, nga kitabi duhet ta kuptojmë Kur'ani Kerimin. Po ashtu Allahu Teala thot,
inna erselnake shahiden ve mubeshiran ve nedhira. Tash e lavdron ndryshe Allahu Teala. Neve ty të kemi dërguar o pejgamberi dashur sallallahu alaihi wasallam. Si shahiden, si dëshmues. Dëshmues se ti u apërcolle aty në fen, dhe tash ta shohim cili do të besoje e cili do të mohoje. Dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam i shkojnë gjitha veprat tona. Si thot vet ai, yuradu alayya a'malu ummati. Më paraqiten mua veprat e ummetit tim. Edhe gjallë kur ka qenë, dëkushi në Irak ndoshta ka bërë një gjest, i ka ardhur pejgamberit alayhi salam nëpërmjet melajqeve, edhe tash është në Vorr, i vjen nëpërmjet melajqeve se çfarë bëjmë neve si ummeti i tij. Tash elhamdulillah i shkon informata se jemi mbledh me një xhami, me abdes, e kina fal akshamin e ne flasim për atë të dashur. Ja Rabbi bëje dëshmitar pejgamberin alayhi salatu wasallam. Hatri ati u mblodhëm këtu. Hatri ati u mblodhëm këtu. Hatri askush na ka mbledhur. Wallahi billahi, shef. Wallahi billahi tallahi. Hatri askush na ka mbledhur. Dënjerat shumë lodhet njeri, do të ndalet. M'duket ku e di. Elhamdulillah ju si xhamat e shtyni hoxhën që e përgatitet të ketë përgjegjësi ndaj juve, e ne ta vazhdojmë këtë rrugë të bukur. Ama ndonjëherë lodhet njeri, me shpifje, me muhabete, po me gjunafet tona, po me do sjellje që s'na kanë hije neve, ma po thon besim te si të dalish mbas nesër të kallëzosh ders para këtyre muslimanëve, kur në 4 mure që aty në shtëpi, çishit sjelljesh bëjsh. Se di, besoj se edhe juve bëjni ndonjëherë do gjeste brenda në shtëpi, arabët e kanë një shprehje që në vajnë bare këtë të thonë, pa hajde e thonë tash, hatri i xhamatit. Bejtu bejti, darti darti. Bejtu bejti, shpaja jem, shpaja jem. Dartu darti, darti jem, gjithë intereson ta jem. Dart, i thuin arabisht, një veprimi që e bën njeriu, që me të vërtet e nxjerr që këtë zë, dart. Gjë mund tjetë kjo. Tamam. E tash neve nuk jemi si ulemat e vërtet që çdo sjellje, çdo lëvizje, unë për shembull kam det me hoxhën tem me orë të tëra xhamat, me ditë të tëra. Po më falni be shprehja, asnjëherë nuk i ndodh njerit. Po asnjëherë nuk tesh njerit pak qire. Po më parës që aty të hyj akshamin be merr që atë kesh të umbejt, e ne u prejta ju të hini njerë, ma pa të shkoj ke bredhi aty mbas, më i gërditin xhamatin. Ama që, me gjithat duhet prap të bëjmë këtë vazife. Mi po si të shath, si të thash, lodhet njerë, shefi miret e në gjoja, e në ma pa thonë, halë jot kam bet kalzu e ders. E në mduke dë një dit dëmdodhe si, hoxhës Nasratin si i ka ndodhet. Neve o gjallarët, sa do që shkoj sheku i mbas, mduket me sendet e njët as provojme. Që, hoxha Nasrutin a lodh një ditë shumë. E gjumaj, e disa shpejt vjen gjemat. Gje ishte gjumaj, mduket sot prapo erë gjumaj, apo. Si ka ndodhë në Gostivar, ditë pazari, kur ishte në Gostivar? E inta e mërkur, e martë, ma para as internet, as telefon nuk kem pas, me data, vejnë hoxha, hinë xhami, ditë pazari, full namazi drekës. Qinafi ka me ndau se, sot e gjuma, ka marrë ka hip hudbe aty, ta mbaje hudben, dhe neve në ngatrojnë ditët, kur ishte e premte, ta shpejt bëjshim muhabet, kujto që pivëm qaj mbas dersi, prap u presim, inshallah mund pëjmë qaj, ama shumë shpejt kalojnë ditët. E në Nasrutin hoxha ka hip aty në qyrësi i lodhët. E në ja ka bo xhamat. A e dini që ka du të regoj ders? Xhamat ja ka bo jo për që atërë. Po thot, qim se dini kod gjithu kalëzoj, smirt një vesh, që sa e ru kalëzoj. E në zbret. Xhamatlit mire në vesh javën qeter, hoxha kur në pëj se pytje në njët, këtër djapim drejshe xhavat. Vajnë gjumaja qeter frek. Xhamat e dini gjithu kalëzoj. Ki thujnë, po! Hoxha thot, qime, dini atër s'ka nevoj të kalëzit. Djafi shpëtoj, hoxha. E treta e vërteta, javën qeter. Gjemati thonë, gjimsa dë thujmë po, gjimsa dë thujmë jo. Vajnë gjumaja qeter. Gjemat! A dini që të kalëzoj ders? Gjimsa thujnë po, qërë thujnë jo. Ju gjithini kalëzojnë këtine, haj për të majra. Që këshu 3 gjumaja i ka shpëtu, hoxha Nasrutin, mirë po, për izat Allahut, hatri pejgamberit, për të ngjall dashnin e ti në zemrat tona, e ne pak të rinia, ta shofim se e kemi ne një shembull shumë bukur, pejgamberin tonë, s.a.s. Ja, inshallah, këto të premte, i shfrytëzojmë për këto, derse se ai është dëshmues, ve mubeshiran, përgëzues për besimtarët, na përgëzon neve, si ta bësh këtë, dë fitojsh
çka shmira në xhennet, çka të duash Allahu Teala do t'japë në xhennet, do vinë do ajete dhe do hadithe. Apo u e nedhiran dhe qortues. Nuk o veç ta bëje qefin pejgamberi, pe bën që dush, e ne qortues është. Si ta bësh shëkët, ma mirë dhe ishte të t'angulli një gosht në kokë, thot, se sa t'ja zgjasish dorën shoqes së klasës, ti thush Xhibesh Majria. Pejgamberi e thot këtë. Ja, i pejgamber nuk erdhi veç për plesh në xhamive xhamat. Erdhi e për atë vitin e parë, vitin e dytë në gjimnaz, sidomos në medicinë. Tamam. E ndoshta të ishte gjallë pejgamberi, do thoshte mos shko në medicinë. Në këto kushte, mos shko në medicinë. Po që na duhen doktor, si e si shumë veta dëbohen, prap doktor. Dëshkojsh të ajë dëshëruesh. Hajde tash, ta flasim të vërtetën. Ka del shpërti. Si mund, unë e tash ta dërgoj gjallin tem në medicinë, kur e di si janë rrethanat. E di shumë mirë si janë rrethanat. Kam edhe shok që kanë studiuar aty, kam profesor që janë ende të punësuar aty, po shkolla qera nuk janë më të lama, ama i ka dalë emni kësaj, apo. Si dhe që unë e gjallin tem aty? Apo? E pejgamber nuk foli veç për sahabët. A natë vakët, ato. Po ato ma takva se ne, nëse aty në u ka thënë. Po çka mbeti për neve, apo? Mirë. Shumë i prapa mbetët jam. Elhamdulillah. Wedajen ila Allahi dhe e lavdron Allahu tash. Dhe thirrës për në rrugën e Allahut, bi idhnihi me urdhrin e Allahut. Sirajen munira, që edhe një kandil që ndriçon, që jep dritë. Siraj ndryshe i thonë edhe diellit. Si jep dritë dielli, e në këtu ka një mrekulli geografike, fizike, si të themi, vërtet dielli jep dritë, ndërsa hëna e absorbon, e pranon dritën. Dhe drita e hënës faktikisht nuk është drita e vete, është që e merr nga dielli, që ashtu kalon edhe në Kur'ani Kerim. Po ashtu, në Kur'an kalon një sure që shumicat besoj e dim dhe e kemi lezuar shpesh, surja Elem Neshrah Leke Sadrak, edhe aty Allahu Teala lavdron pejgamberin alayhis salam. Ta shohim si. Surja fillon kështu. Elem Neshrah Leke Sadrak. Elem, a nuk neshrah ta hapëm leke tyje, sadrake, gjoksin, mirë po këtu për qëllim është zemrën, se gjoksi nuk ka çka të hapet, se në gjoks nuk ndodhin këto imani, vezveset, ibadetet e kështu me radhë, akidet, po ndodhin në zemër. Këtu ka një farlloj metafore. Allahu Teala e fillon me pyetje këtë. A nuk ta hapëm gjoksin? Allahu ja ka hap, Allahu e din se ja ka hap. Po pse parashtron pyetje? Kësa i thunë pyetje, inkjari, pyetje për ta mohu. Do me thënë, mas asaj që dhe përmendet në bas pyetësorit, atë e mohon Allahu. Elem neshrah leke, a nuk ta hapëm, atër mos hapje në gjoksit e mohon Allahu, që do të thot, ta hapëm. Dhe kjo është pak ma elokuente i thunë këto, ma belagat, tamam. Kjo është një stili Kur'anit, që ta forcon kuptimin. Ndrysho ti thush njeri ta hapa gjoksin, ndrysho ti thush as ta hapa gjoksin. Këto stile edhe neve i përdorim do njerë. A nuk thash mos be gjali babës se do zdrohesh për bicikle, apo? Do me thënë, të kam thënë disa herë, e përforcojsh atë, apo? E në Allahu kështu i thot pejgamberit. Po frigem inshallah mo vije puna, botën qetër, Allahu të na those me që këtë pyetësor. A nuk u thash be robrit e mi mos një kështu? Po mos në rënditen pejgamberët për parat, në thujnë, a nuk u thash be musliman të dashur, se zbon kështu e kështu. A nuk u thash se kam ata, kush përzijet aty ka hap luftë Allahut e pejgamberit, nuk gjashofe e hajrin asaj. Dhe i shkoj e bereqeti i shtëpis, raportet familjare, copa ka qëjtë dëbohen, me gruan së dëkijesh muhabet, me fmit nuk dëkijesh muhabet. A nuk të thash, aman, ja Rabi, mos i dëgjëm këto, pyetësor, inkjari, i thunë kësaj. Inkjari dhe turqe ato që din, e din. Ta muhojsh diçka, inkjar. Tamam. Inshallah nuk vajnë puna këto. Inshallah nuk vajnë puna, e në që këto une që jam të imbajt, qindra derse u ban. Po thuaj në gjdo derse u thom, a nuk u thash be mosni be pin internet be fen islamet të mësëm. Mosni be pi reelsave në pi shortsave në YouTube fen islamet të mësëm. Mosni. E mo vaj puna në botën qëtë të thom, inshallah unë si ta shpëtoj njerë hesapin, po, a nuk thash be gjemati e mi dashet. Mos be. Mo përzi, nëse duhet në besimin, mos e përzi, nëse kje dhe një gjysh, ose stërgjysh në familje. Ose, pastroje besimin me stërgjysh, ose gjysh që e ke gjallë. Thuj, gjyshi, aga babës, i thuj, aga hoq, a mund të ngjoj besimin? A dhe të those, ta shoh, gjikallëzon dhe, shifan e lezon, njoj e dhe të those. E lihtjarin e me usiliu të hanefi, njoj e dhe të those. Tamam. Ja unë të garantoj, e di që ka mund të those.
Hoxhallarët plus 70-80 vjeç që këtë e thojnë për besimin. Ama si ti ngjojni hoxhallarët e ri, gjala nuk kanë një fije të bartë në mjekër, ndo podrume, bilen në Tetov, u thuj kanë trive që vi kanë këtu, mos shko se akiden e ka të prishur, po provo, thuj mulla Rafizit akiden e pas ka të prishur, thuj mulla Garipit akiden e pas ka të prishur. Janë një shok ma qojnë një nqizim, me vojs, me zën e kanë nqizu, mulla Garipin e Tetovës, o gjematojnë hoxhallar shumë të mëdhenj, këtyne shikimi njerë në haram nuk i ka prek, këto e kanë fliu rinin, pleqerin, burënin, këtë punët i kanë fliu në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu. A i ndërës aty thot ne jemi maturidi, unë çdo ders po thua e kam thënë ne jemi maturidi. Ai që thot mos janë gjo besimi dersin, nuk thot se besimi ku e di ka vedh pare, ose ku e di gjikabo, shomi prej sheton fjalor, nuk e thot për atë, vallaj e thot se, e unë e thom se jam maturidi, tamam. Mo vaj puna nesër të thom, a nuk thash be loçka em po mos i ngjo këto. Mos i ngjo se këto janë pidav mas 1800 në kusurtave për ta prish perandorin Osmane. Te ka kush dush në gjallesh në botën tjetër. A ka dyshmant, a ka ato që na kanë bërë musliman neve. Ani, kjo mo letjet derse i fundit që e hapi këtë tem, ama jo i ngarkuar, se mo çdo ditë në ditë, hoxha ai më tha që këshau për taj, ki qetri më tha që këshu për ty, se më shkoj piç atë një vezvese ta përmendi dhe një fjalë, po hajt, hatre i qitapeve që këtu, tamam, një herë për gjithmonë. Mos i përzim punte fes shumë e shumë. Tamam. E kemi gjetë një fe që këshu, si na kanë nga perandori Osmane, me mezheb Hanefi, me akide Maturidi, e ne matu që më përzim. Më përzim se vallajt në ngatruan hesapet në botën tjetër, billajt në ngatruan. Pa mes kanë qash punë serioze, në gjdo dersa e kisha përmend be xhamat. Pa që këto punë të vajzave gjenerata në këto, 7 mujt njeri përmendi. Trit pak, aman, kujdes, mo gaboje. Këto s'janë as kundi, këto gjunafe që i bëjnë trit, afer që këty në unë që u thëm. Të besojsh se Imam Maturidi është për në xhenem. Ke kujdes. Besimin shaje sa të dush. Nëse dë qetësohesh e në nanën shaje. E në familjen shaja, 7 brezna shaja, dë qetësohesh, rahat, aman, halal të bëj. Aman, mo thuj se, pse është Maturidi është i keq, tamam. Se u thujsh 600 vjetë kitë Osmanlive, se janë të këqinë. Tamam, dhe të zane haki i muslimanve të fort. Mirë, a mund të vazhdojmë të ashajt. E lem në shrah leke sadrak, a nuk të hapëm ty e gjoksin, u vadana anke wizrak, dhe a nuk të larguam neve ty atë barë, e ledhi en kada dhahrak, që ta peshon të ta randon të shumë shpinën, u rafa'na leke dhikrak, që e lavdron Allah, ty ta ngretëm famën, ta kemi ngret famën, fe inne ma al usri yusran, inne ma al usri yusra. Mbas, jo mbas, neve gabime për këthim këtë mbas, po bashk me vështirësin, me njerë vjen lehtësimi. Nuk mbas si kur vonohet, me njerë mbas vështirësis, vjen lehtësimi. Se sa soset vështirësia, nda esh i lehtësuar, tamam. E mbas preq të i keq, ma pa dhe të kalu një 6 muj hiq pandjenja, nuk, me njerë, tamam. Fe idha feragët e fensab, dhe kur të mbarësh ibadetin fensab, në gjitu për një ibadet qeter, u ila rabbike fergab, dhe në gjitu shumë ibadetit dhe i zotit tanë. Do me thënë tjesh i vullnetshëm, i motivushëm për me bo ibadet. Usos dersi, drejt jacin dhe e falim. Usos jacia, prap dërim me shoshni dhe bëjmë muhabet për fe islame. Usos edhe jo, drejt shpi. Drejt shpi, hoxhem ka thënë, muslimanit nuk i ngjan me ndajt në kafe. Hoxho, në pëkurt është, e bol medicin, Instagram më rej, TikTok më rej, po edhe në kafe mos ri, beqema. Edhe në kafe mos ri. Njëherë hika i shikim, apo. Ma pa po të kap, ajo shigjeta, një gjë, ajo shigjeta me... Cak që aty në zemër, gjithë natë ma pa e përmendish atë, nuk dhe e përmendish Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Hajde, njëherë dashurojt njëri. Atë të bëjmë të pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Tash fillojmë të komentojmë pak të. E lem në shrahleke, sherh do të thot me hap, me zgjeru. Dhe këtu për qëllim është zemra, jo gjoksi halis. Më thënë, nuk ka qenë këshu ku e di sa i gjanë pejgamberi. Njeri ka qenë, po, ka qenë pak më i gjanë këshu, ka shpatullat, ka eshtrat, mirë po, zemrën e ka pas shumë të gjërë. Ibn Abbas i thot, me fen islame, Allahu Teala ja hapi zemrën. Sehli ka thënë radiallahu anhu me nurin e pejgamberlëkut Allahu ja hapi zemrën, do me thënë i erdhën lloj ditunish, gjithë shka që u desh dhije një pejgamber i njohu në atë moment kur erdh pejgamberlëku, pejgamber s.a.s. Dhe Hasan el Basri ka thënë një pej dietarëve të mëdhej të tabiinëve, Allahu Taala ja ka mbush me hukm, do me thënë me gjykim, çka ka gjyku ka qenë sakt,
Në të ka thënë, për ty o që kjo vajzë, me qatë martohu, me njera martohu sahabia. Tregohet një vajzë shumë e bukur ka qenë. Pejgamberi a.s. i thot ti dhe martohesh me filanin. Filanin kërkush se qëllon djerën fteje, në kupton. Qaq respekt dhe qaq besim të fort të pejgamberi, hiq pa e shiku bile kush është, a i thot, unë dhe martohem me filanin. Se pejgamberi në ka pat të përshtatshëm. Dhe bereqeti i pejgamberit, lind fëmijë shumë i bukur, që ma pa bëhet edhe hafës, bëhet edhe djetari madh, mirë po sëm kujtohet emri, nga të mëdhejte, tabiin dhe ishte ai person. Në me thanë, Allahu janë bushi zemrën qashtu me gjykim me hukëm, dhe me ilëm, me dije. Disa djetarë kanë thanë, me hikmet, pra me synnet. Jam mësojnë zemër, se çka të boje, që ajo vepër ma pa tjetë synnet. Prandaj sot, në gjëmë do fjallë, apo, atër kitë janë vajsh ashtaue në Ebu Xhehli për qatë, o ti, kujdes. Ebu Xhehli është vesh ashtu se ka mendu se i ngjan Hazreti Ibrahimit. Tamam. Ato pretendojshin se ndjekin fenë Hazreti Ibrahimit, për qatë janë vesh edhe ato gjangë këshu, me gelabije, me shall e këshu me raf. Kish pa pejgamberi dhe një dam nga jo veshje dhe ndronte, se Allahu janë bushi zemrën me synnet, me hikmet dhe me ilëm, tamam. Ani mos him këto muhabete. Duhet njani, se sot ja përmenda edhe emrin, ama na boft halal. Ama edhe ai duhet lipe halal pe këtë botës islame. Se ashtu kahje i dha profesionit hoxhalek, 1400 vjet ka islam, as njerë ulemas janë marrë me këto punë. Të ndërtojnë shtëpia për fukara, bëjnë spitale, pa pare, ku e digju, o nuk o puna e hoxhallarve kjo. Po s'ka ditë be xhamat se s'na ndal një njeri hoxho, s'kom shpaj, gjithet bëjune, dhe sot, më vajnë bare ta se jemi këtu transparent, pa mu vaj si kur lipem, i thash, a dush loq, ja qela kuletrën, edhe ja tregova qka kam kuletër. Sa kom kuletër? Që? Thash, a e në qkët e dush? I që kamerën, që? Gjitë bëjmë, insan halin, që kina mbet. Erë si kur prap u dhash një signalin, për një djave e bona këtë. U presh një jeti gjematu. I thash, e dushen që këtë? Ha, thash, më fatë, thash, cikjet e i fajet. I ka thash, a i fajet se që këshu i paraqet hoxhallarët. Te i dëveshte hoxha, dhe më parashtrujsh pytje, hoxha mu prejsh abdesi. Hoxha si duhet të bëj haqin, tash afrohet haqi. Kurbani, sadakatul fitri, le banesën dhe të bëj dhe kush tjetër. Gjipresi shpi hoxhallarëve, apo? Mirë. Si erdhëm këtu, prap nuk e di. Ja, bushi zemrën me ilëm dhe me dije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa dietar kanë thënë, kështu duhet ta kuptojmë këtë. A nuk ta hapëm ty e zemrën, a nuk ta pastruam zemrën sa që nuk mund të depërtoj asnjë vezvese. Dhe kjo ndodhi kur ishte fëmijë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Erdhin me lajqet, 2 me lajqe ma për dhe Gjibrili a.s. ja lajtën zemrën dhe mu mbyllën ketë ato rrugicat për të depërtuar shejtani, vezvese, qefet e kësaj dynjas e këshu me radhë. Prandaj këtu ka një isharet të madh për neve të rinj të sherh këtu Molla Ali El Qari, rahimehullahu ta'ala, thot, nga vezveset e njerëzve dhe higjineve, keni kujdes, edhe njeri ju mund të t'jape vezvese. Vesh me vite këtu në gjysh ders, dalisht thot, shef, ka video për këtë hoxhën tonë, që ke kujdes kë e ngjysh. Ermof, gjimore vesh për asaj videos. E vetë se e qetat pikë çuditsen mendon se, po hajtë hym tash t'i sqarojmë ato mesele gjion. Një medresan gjalirit, sa ullishte, se e kena këtu një medresan të dashur, po mos e keq kuptoj aj, do shta një shokuj ati, ka fol që këshu. Vetë se o medresant, se për ndryshe une nuk hin këto tema me njerës. E një atë shova foton nga libri që jam referuar ati, për që këtë meselen kafshët a dhe hynë gjennet apo jo. Se njerëzit flasin keq, ama flasin keq për Ibn Abbasin, flasin keq për sahabët se ato e kanë bë këtë komentim. Tama, duhet kemi kujdes, vezvese japin edhe njerëzit. E gjete, shokun e ngusht, 5 vaketli, drejt fillojnë vezveset, moraj me këtë, që me këtë së nuk zhivish, së ndalish kërkunt, andekën, aj pak kthej ka jo shoqnia e shkollës të mesme, njëherë mjafton, dalish kur e gjesh vetën në një lokal,
që më pas do kesh fytyrë nesërmit ta falish namazin e sabahit. Këto janë kitë vezvese që t'i japin njerëzit. A baj dalim një herë, zbohet xho, hajde një herë. Oni te mubarek hoçam, hajde një herë, pak donën e qef një herë apo një herë ndodhen kjo. Ma pa po ta merr Allahu Teala ndjen nga zemra që e bësh me gjithë qef namazin, dalish në xhami, të marrish abdes, e sa vështirë duket abdesi. E sa vështirë mund të duket abdesi. Sa vështirë sa para disa vjetë neve që na vinte. Kur vetë puna abdes për xhumë, aman ya Rabbi. Po një herë javët me një xhumë, aman ajo na vinte kështu kurse palexhi, ba ushtete të punesh 10 saat. O 5 minuta xhumaja. Me gjithë hutben 10 minuta. Që i vinte njerit shumë vështirë. Tash falish 5 vakët namaz, zgjohesh namaz natë, falish nuk të vjen vështirë. Kush ta ban kët? Ta hapi Allahu Teala zemrën. Pse e lidhe me zemrën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anke wizrak, që e larguam, do me thënë e hoqëm pejteje, wizrak, atë barën, atë peshën që e kishe. Ngajle, ashtu peshe që en qada dhahrak, po thuaj se mo të shtremboj shpinën, si thuj me po e ndaj një siklet, si kur i kom një 200 kg, që ashtu edhe pejgamberi ka pas siklet, pse migja jem së mbeson, pse kujshia jem së mbeson, pse ky që kur isha fëmijë thoshte el emin, i besushëm, sa i mirë, tash kur i thom jam pejgamber nuk më beson. E këto janë gajle. Apo disa dietar kanë thënë kështu, gabime që i ka bë në kohën para pejgamberllëkut. Mirë, po kur themi gabime për pejgamberët, jo do një gjuna, po ka jetuar pa islam. S'ka qenë faja ati, po, mirë po, s'ka pas islam atër. S'ka pas obligim namaz të fale. Disa kanë thënë, ajo pesha e rënë të kohës së xahiljetit, deshi edhe pejgamberi u rit në mesin e atyne, që shi tradita shka pa, në dhe si neve. Apo, darsëma, ku e di, shëtitje, matura, semi-matura, mini-matura. Në tash kur në teket, drejt një siklet që ata në zemër, of, me gjina kaluirinia, thumë, apo. E Allahu Teala që ja hoq atë bar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo disa dietar kanë thënë, ja largoi atë peshën që e kishte përgjegjësia e pejgamberllëkut, se edhe ajo ishte një vazife, një detyrë shumë vështirë. Mirë. Wa rafa'na laka dhikrak, dhe ta kemi ngretur ty lart famën, të kemi ba njeri me famë të lartë. Sa të dojni, merruni me Instagram. Sa të dojni, merruni me TikTok, me budalaleke, me punë dhe gjalli. Famën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam askursën e hek. Edhe sot janë statistikat, emri më frekuent, më i përdorur mesin e njerëzve, qenë ka emri Muhammed. Prandaj dhe neve të kontribojmë për çkëtë. Dëhim se vap, se kontribojmë në çkëtë ajeti kerime. Të ngrejmë famën më shumë pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Prandaj emrat Ahmed, Mehmet nuk është mirë, ama Mahmud, Muhammed. Tash Mehmet thash nuk ka mirë, më preket këtu dhe një Mehmet nëse ka ose babin Mehmet me aqyt. Mirë po, ma mirë është Muhammed me bo. E Mehmet i vajnë fix lavdrim, tamam? Si ai Muxhim tha. Lavdrim. Që është masdar mimi, Mehmet. Ta kemi ngret famën si Yahya ibn Adem, një prej dietarëve të ndej ka thënë me pejgamberllëk, që të bën pejgamber dhe këtë njerëzit interesohen për ty ta mësojnë fenë. Apo që disa dietar kanë thënë, Allahu Teala sikur kështu do të na thosë neve. Kur përmendem une, do me thënë një musliman, kur më bën dhikër mua, pa qëtër edhe ti dhe përmendesh bashk me mua. Kur thujnë muslimant, la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Edhe këtu jo Muhammedun Rasulullah, me njerë bënja Muhammedur Rasulullah. Tama. Anë ezam, pse themi eshedu enne Muhammed der Rasulullah, me de e themi. Ose kametin kër e lezojni, ani mos gabim këshu. Si jo, Allahu, eshedu en la ilaha, eshedu enne Muhammed dur Rasulullah, eshedu enne Muhammed dur Rasulullah, jo. Pas këshu, Muhammeden Rasulullah. Po drejt dhe bësh aty, Muhammed der Rasulullah, tama. Aty me e duhet me lezu. A kur thush la ilaha illallah, Muhammed dur Rasulullah duhet me thë. Te shahadeti, eshedu en la ilaha illallah, u eshedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe thush Muhammeden. Pa eshedu kur fillon, se aty kanë i shkronjë en, kita jo i bon këto ejat. La ilaha illallah, as ka enne Muhammed. Atër, Muhammedur Rasulullah, tamam.
Mirë, e ne kjo pak një informat gramatikore, mund të shesish qalom me këtë, thuje të asho shadetin, aman mos I bëjni këta, aman, stakfirullah. Disa dietar kanë thënë, ja kanë ngrit famën, se përmendet në çdo ezan. Sa herë që duam të falim namaz, një herë përmendet emri I tij I dashur sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe në namaz e përmendim, në ettehiyat apo. Ettehiyatu lillahi, ma në fund çka themi, ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Mirë. Pre këtu thot mund ta kuptojmë sa vlerë jep Allahu Teala emrit të pejgamberit alayhi salatu wasalam bile, emrit të tij, emrin e tij bile na çon ta përmendim çdo ezan, çdo namaz e kështu me radh. Kur duam Allahun ta përmendim bile, ja përmendim emrin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E ku mo vet personalitetit të tij, sa vlerë mund t'i japë Allahu xhelle xhelaluhu. Mirë. Imam Qatadia, një prej dietarëve të mëdhej, tabi'in I madh. Tabi'in do thot gjenerata mbas sahabe. Allahu Teala ja ka ngrit famën pejgamberit edhe në këtë dynja edhe në ahiret. Saqë s'ka asnjë khatib I vjen një njeri që mban fjalim. Hoxha, imami, ja unë tash, apo ma para, profesori, fakultet, kur do nise fjalimin, A'udhu billahi minash shaitanir rabbil alamin. Dhe salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shif, duhet ta përmendish pejgamberin. Do me thënë, çdo khatib që do e fillojë fjalimin, apo çdo njeri që e pranon islamin, shahadetin që do e thosë, apo çdo njeri që fal namaz, patjetër duhet ta përmende emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çashtu Allahu Teala ja ngreti famën këtij të dashur jon. Edhe këta njerëz që na thonë se na duhet sunneti, hadithi I pejgamberit, faktikisht duan ta hekin çka këtë pjesë. Ato duan thonë vetëm la ilaha illa Allah. Ama Allahu nuk e pranon këtë. Jo be thot, kur do të përmendni mua, patjetër do e thoni edhe Muhammedur Rasulullah. Ne do e thujmë ja Rabbi. Deri në frymën e fundit do e thujmë. Allah ja Rabbi na ruaj akiden, na ruaj besimin, na ruaj këtë dashni ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe I shohësh këto tipa. Nga fytyra duken se s'kan kokë respekti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me va kallzon I poshtër në Turqi çfarë shprehje ka përdor për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E në njerëzit shkojnë mbas fjalëve të atij, kinë se shumë e doj ka ki Kur'anin, po një njerë që e do 1 gram Kur'anin, atë shprehje se në thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Unë atë shprehje asë ne transmetoj bile, qatë shumë që I frikëm Allahu xhelle xhelaluhu. S'du ta ngjoj bile edhe një herë atë fjalë. Tamam. Duhet me pas kujdes. Keni kujdes pi kujt e mësojmë fen islam. Një herë ngjojshin fjalë të këqija për Imam Maturidin, për Ebu Hanifan, tashmë do ngjojmë fjalë të këqija për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk derojmë mezhebin si duhet. Ne hoxhallarët pak më ndryshe mund t'i shohim ku sejlën ki, apo ku sejlën. Halli aty, tamam. Ne si hoxhallar pak atë prapavim mund ta lexojmë. Keni kujdes, ani. Thjesht parullë se këtë e kemi. Nga interneti, Islami nuk mësohet. Tamam. Mirë. Po hoxhotej, gjili pish në YouTube, vallaj. E nuk se ti. Kitë në nejmi kafe. Do në t'ingjoj edhe ajo derset. Tamam. Ato që së më vinë këtu gjemat, ama shif, a ka njeri thëmë mo e lavdure vitin, ama ma fer. Vet dal, e ne thëmë mos e hap YouTube-in gjysh ders. Që? Hajde këtu. Po së në vajrë se jam në Amerikë, po, që e gjeu zatekën me njët Amerikës, për në WhatsApp folëm me kamerë. E tamam, ati së një thëmë, gjdo javë hajde me avion, tamam puna. Mirë po, ma ti që nuk. Bone full screen, 45-50 minuta, e drejt X-it, kur gjo qëtër më bon në internet. Zdi be gjemat, ma ndryshes. Valla I mundë një ditë që këtu, a thush bojmë be une sebeb të hije gjemat jem gjyna. A thush be sa soset videoja, ta ke shtaj për në të I dë një film qëllon. Apo dë një lajmë palidhje. E pi ati lajmi, kur e shofish dul, gjubo, pite hoxha besim, nëjse, dul kanë dite. Ja. Mirë. Ebu Said el-Khudriu, radiallahu anhu, transmeton se pejgamberi a.s. ka thënë, më erdhi Gjibrili a.s. dhe më tha, Zoti im dhe Zoti jot na thot, u bo hadith qudsi. Tedri kefe rafa'tu dhikrak, a e dinu Muhammed o I dashurim sallallahu alaihi wasallam, si ta këm ngrit ty famën?
pejgamberi a.s. jep gjevap me terbije. Allahu wa rasuluhu a'lem. Allahu dhe pejgamberi e din më mirë. Tha Gjibrili a.s. Më tha Allahu, idha dhukirtu, dhukirte ma'i. Kur të bëjnë dhikër mua muslimant, do të përmendesh edhe ti. Ibn Ata, një pej tabiinëve të mëdhej, ka thënë, Allahu e qun gjysëm imanin, sta qun tamam si duhet imanin, pa e përmend Muhammedin a.s. bashkë me Allahun xhelle xhelal. Kjo nuk është në besim, astaghfirullah, nuk i themi Zot si e bën krishterët, apo? Mirë po, kur e themi shahadetin, i besoj Allahut si Zot, edhe Muhammedit a.s. si dërguar i tij. Këto dy gjëra nuk ndahen, këto janë shtyllat e shahadetit. Ibn Ata ka qenë një prej tabiinëve shumë të mëdhej. Këtu poshtë thot, ka flet vetëm 2 orë në ditë dhe çdo natë e ka bo khatme Kur'anin. Hoxho, pse ma përmende këtë? Vitit ja përmende këtë. Pse përmende hoxho? Të na dhe mbare në far muslimani imi. Dë njerë dhe këtë ndjenje donë Allahu ta'ala. Hoxha në thoshtë, ka edhe hadith, Allahu i do zemrat e thyera. Si na thejnë zemrat, më ofendojmë shajti po edhe ashtu. Ama më thejt zemra, se ka pas musliman të tillë, dhe neve sot musliman që pikpytje sa bajnë as gjomi ta falim. Ja, Rabbi, mbarja e madhe. Tamam? Hiç. Po ashtu ka thënë Ibn Ata, ty të kam bën një pjesë e dhikrit tem. Kush do të përmende ty, dhe e quaj sikur më ka përmend mua, që këtë që e thash në fillim të dersit. Këtë kush e thot? Ibn Ata, një pej tabiinëve të mëdhej. Ka thënë Gjafer ibn Muhammed es-Sadiq, ky është nipi i Hazreti Aliut radhiyallahu anhu. Thot, cili do që të përmend ty si pejgamber, automatikisht mua më ka përmendur si Zot. Një njeri që i beson Muhammedit a.s. se është pejgamberi Allahut, indirekt, apo direkt themi, e ka pranuar edhe Allahun se është Zot. Prandaj, sa më tepër salavate të çojmë, sa më tepër të bisedojmë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Hoxha imi i dashur ashtu na thoshte. O kur zatekin ju të rinj, jashtë dersit çe. Pa më shumë e kish për neve talebe, se neve pe 24 orëve një 17 na shkëshin me qitape. Një 17 na shkëshin me qitape, xhamat. Afër 5 vite unë mbaj 5 orë nuk kam flet, rrallë dëni shtunë diell. Tamam? E tash, jashtë orarit të mësimit sen. A u mblodhet tash një çaj dhe e pini një muhabet dhe bëni, folni për pejgamberin, se së një bësh gibetin, s'ka kur një të metë, s'ka kur një gabim në aspekte njerëzore. Së një bësh gibetin. E qene temën e hoxhës besim, sa dush kje material për të bo gibet. Hoxhës tjetër, këti tjetrit, xhamatit, haxhiut, müezinit, odborit xhamis, kojshis, lene mos i hap këto tema. Fol për pejgamberin alayhis salatu wasalam, në fund të dale, dhikër e ke bo. Allahun xhelle xhelaluhu. Po ashtu, prej ajeteve që e jep këtë kuptim, thënë, e lavdron Allahu Teala pejgamberin, ka thënë Allahu sura Ali Imran 132, wa ati'u Allahe wa rasuleh. Binduni Allahut dhe pejgamberit, wa aminu billahi wa rasulihi. Besojni Allahut dhe pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ja, i ka bashkuar me shkronjën we, aminu billahi wa rasulihi. Arabisht kjo do thot me i bashkuar në një kuptim. I besojsh Allahut, pa qëtër duhet i besojsh në pejgamberit. I besojsh pejgamberit, do thot i ke besuar Allahut xhelle xhelaluhu. Mirë. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wasalam na të rekshu vërejtjen me një hadith, mos tho se asnjëni prej jush, masha Allahu e sha e fulan, si do se Allahu dhe filani. Themi, kje një pun, duhet vishte unë ta sosish një punë. Si për shembull, që një qahin të, va bëj qifin të rive. E ne i thuj shokut, dhe bëj një qahin të hoxha besim, si do se Allahi, do thënë inshallah, si do se Allahi në hoxha besim. Allahun dhe një njeri nuk duhet ta përmendim me njëherë bashk, ka thënë pejgamberi. Po si dhe përmendim, dhe themi thumme, pastaj. Si do se Allahu, ma pas si do se në hoxha besim. Tamam. Mirë po kjo nuk do të thotë, se atë qetrën që e përmendish, bësh dhe një gabim të madh. Mirë po pejgamberi, se është pejgamber, dhe do këtë fe shumë, dhe na do neve të mirën shumë, i rinë shumë strikt taj pune, sa që një dit, njëni ka mbajt një fjali, dhe ka thonë, kush i bindet Allah dhe pejgamberit, e ka gjetë rrugën e drejtë, dhe kush nuk i bindet atin e dyve, shif si e përmend Allah dhe pejgamberin bashkë me një fjali, kush nuk i bindet atin e dyve,
ose kush i kundërshton ata dy, pejgamberi më njerë janë dalë fjalimin. Stop, thot, bi'sa khatibul qaumi anta. Sa khatib i kesh qenë këti, sa folës i kesh qenë këti. Çu prej këtu, ose i ka thënë shko. Pse? Dietarët kanë thënë, nuk i pëlqeu pejgamberit me një fjali të përmendet me përemër ata dy, e në Allahu, e në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mire po, dia nuk është kaq e kufizuar, kalon ajeti kuranor, Allahu Teala thot, Allahu dhe me lajqet, i dërgojnë salavat pejgamberit, i dërgojnë, aty ka një damir, hum, do me thënë aty ka një përemër, ata i dërgojnë. E ja është përmend me një fjali, dhe këtë Allahu e ka bo, ulemat kanë thënë, Allahu ta boje, neve nuk në ngjan ta bëjmë. Se kalon këtu sikur një ere të ortaklekit. Allah e në pejgamberi, Allah dhe me një fjali, apo me një përemër nuk është mirë me ngjit Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Edhe një ajet e lexojmë, e ne inshallah e mbarojmë. Allahu Teala thot surja Ali Imran, ajeti 31-32. Kul thuaj, o i dashurim, o habibim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vjen ajeti xhamat që prek tepër në zemrat e të dashuruarve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ajet unë ndikon, elhamdulillah, inshallah ndikon të çdo musliman. In kuntum tuhibbun Allahe. Nëse jeni të sinqert në atë pretendim se do i keni Allahun. Do me thënë, kështu pa pare, belesh i thujnë turqe, bila shej, faktikisht arabisht, bila shej, belesh. S'ka ta dush Allahun. Nuk e pranon Allah. Unë e du Allahin me lafe, nuk e pranon këtë. Që këtë ajet e kije, provën apo argumentin se a e dush Allahun apo jo. Të paktën në zemër. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Nëse e doni me të vërtet Allahun, thua jo i dashur këtë muslimanve. E në ato që kanë jetu në vaktin të në sahabët, e në 2025 që janë blesë që këtu të eski gjamia në gjojnë ders, e në deri sa të krise qameti, për këtë vlen kjo ajet kuranor, fattabi'uni, dëmdiqni mua, thot pejgamber. Allahu i thot, nëse në gjësh, se thuj kanë e dumë shumë Allahin, dhe thush atë dëm djekni mua. Jahudit thujnë e dumë Allahun, krishterët thujnë e dumë Allahun, ateistët thujnë unë e kam mirë raportet me Zotin, ateistët i kam raportet mirë me Zotin. Kisha një profesor, ateistët jom, më thot unë e kam mirë raportet me Zotin. E calin sot vel. Ateist, thot inshallah, në Turki ka shumë piktine. Ateist, inshallah thot. Se ne marrë vesh. Munafik ateisti. Thon në ateizëm o munafik. Jo. Cali musliman për neve thot insha e Zeusi estakfirullah. Nuk thujmë apo, ne them insha Allah, nëse donë Allahu. Do me thënë nuk janë të sinqert edhe atë ateizëm. Pika e di se nuk janë të sinqert, kur hipish në avion. A ka një video një animaçoj. Esma al-Husna në këndon njeri. Ne nuk e dim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Ghaffar. Mu'min, Al-Muhim. Shë e ngatroj, do ku ndalem. Pse? Po elhamdulillah thom i kam namazet tjera, ibadetet tjera, Kur'anin, inshallah në këtë e kom bo përmend, çama e kom haru. Duhet me bo. Esmaul Husnan duhet me bo përmendësh. Fattabi'uni, të mdjekni mua, yuhibbukumullah. Atë do t'ju dosë edhe juve Allah. Ka një kusht, pa pare s'ka. Tamam, pa mund s'ka. Nëse dojni Allahin, dhe ndjekni pejgamberin, pa t'u dosë Allah. Dietarët kanë thënë, Allahu Teala së pari e boni dashni në obligim për muslimanët. Veç dashni dhe hapi derën. Tash, pjesa tjetër, ta ndjekish pejgamberin për të dashit e ty Allahu. Do me thënë, dashni e parë është veç për të kanë musliman. Një njerë së në thotë, unë nuk e du Allahin e stakfirullah. Mirë po, kur do se të shpërblet nga në Allahu, se e donë Allahun, atër duhet ta ndjek e pejgamberin. Na e kuptum këtë. Edhe kjo ka tash nivele. Sefte dhe ndjekim pejgamberin në akide, nuk bëjmë shirk, nuk besojmë se është biri i Zotit Hazreti Isa, nuk besojmë se është biri i Zotit Uzeiri, alayhi salam, nuk besojmë se është biri i Zotit Muhammedi, alayhi salatu, nuk besojmë se është trup Allahu, si besojnë jahudit edhe krishterët, nuk besojmë se është nalt Allahu, si besojnë jahudit dhe krishterët.
Po ne duhet dallojmë në akide për atyne. Thot njeri hoxho këtë akide të xhekie nuk e kanë as jehuditën e krishterët. Elhamdulillah. Atë që kanë musliman. Shumë thjesht kjo. Pas çatu desh dallojmë neve. A e kuptojeni kët? Tamam. Kësa i thunë tejsim. Than antropomorfizëm. Tamam. Jahudit dhe krishterët ranë sefte këtu në tejsim. E ne Ibn Taymija për çat kritikohet mesin e ulemave se nga shprehjet e tij kuptohen sende që na çojnë këtu. Për çat ulemat kanë thënë khudh ma safa wa da' ma keder. Merë bat pastrin. Merë që 1400 vjet e kanë ndjek muslimanët. Mos shko te ulema që kanë shadh e shudhudhe kanë thënë. Që kanë mendime që bien ndesh me mendimin e mazhorancës ulemave. Ibn Taymija leja hoxhës ta lexoje. Ibn Taymija leja hoxhës ta ngjoje. Si dhe ngjosh hoxha? Pin qitapin, dhe lezëm qitapin ati. Do raste ne ngjojmë. Ka do këshilla të mira. Ibn Qayyimin, unë mundet. Medresanti mundet. Ai hoxha tjetër mundet. Xhamati, Ibn Taymija, Ibn Qayyim, mos ni. Se do mendosh 1/3 e natës se zbret Allahu Teala poshtë, me kamët të poshtë, do të preke me gishta, në shpajnë qataj, ndë ndesh një freski, kur e shosh babiot preken, hajde ngrau sa bajnë fajnë. Tamam, do të ngatrohen kablat e akides, ju lutem. E ka zë kështu pak për të thjeshtëzu, për të mbajt mend më mirë, ama janë sende shumë rrezik. Tamam, akida duhet të jetë kristalt e pastër. Hiç asnjë pluhur të tejsimit nuk mund me pas. Allahu është i lartë madhësuar, nuk e ngjasojmë me asgjë dhe nuk japim atribute të krijesave. Nëse dush të dosen e Allah. Sefte kjo, akida pejgamberi kështu i besoi Allahut. E mapa hyn namazi, haxhi, zeqati, agjerimi, sjelljet e bukura, terbia e mirë, sunnetet, mjekra, tërleki, shif, kategori ka, tamam. Nuk mund t'ju them, disa nuk bajnë tërlek, ju se dojni Allahin. Stakfirullah. Ajo kategori tjetër. Sefte e du me zemër, me iman, me akide, halisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Qul atiullahi wa rasul, dhe thuaj, binduni Allah dhe pejgamberit, fe in tawallu, e mas kësaj mapa, nëse e kthejnë fytyrën, thënë, ta injorojnë këtë fetë, apo këtë thirrje, fe inna Allahe la yuhibbul kafirin, Allahu nuk i don kafirët. Direkt, një njeri që nuk e don Allahun, dhe nuk e ndjek pejgamberin nga pika e parë e besimit, Allahu nuk i do kafirët. Do me thënë, kjo rrugë të qonë në kufër, apo ndoshtë edhe je vetë, Zoti na rujt kafir, Allahu na rujt imanin. Ulemat kanë thënë, Allahu Teala e mbajti këtë kriter shumë të lehtë, dashni, dhe dashnia mund ndodhe për gjysmë sekundi. Moment thujsh unë dhe e dube mo, a me dha jo është dhurate Allahut. E nuk o diçka mora të shkosh deri në haç agje, ma pa të pranohet se e dush Allahin. Nuk. Moment, dashni, një ndjenjë, dhe thuajnë dietarët, kjo derë çdo herë është e hapur. Veç ti mundohu ta dush pejgamberin tënd. Dhe për ta dash, duhet me e lexu pak tiparet, me e lexu shkurt me thanë, që këtë kitap Shifai Sherifin. Edhe një ajet ta lexojmë dhe mbaron kjo tema. Allahu Teala thot, pa pas ka disa ajete, me nuk vesh një. E në sa dakika ka jatësia, mund se dë ngatrohet tema pas. Edhe? 25. E në 5 minuta, a kemi sabër xhamat? Ta mbarojmë kapitullin se ma pa javën qëtër dhe kuptojmë gjanë nëse dhe mbajmë gjysë këtë e ne fillojmë atë rejnë. Allahu Teala thot, ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ledhina an'amta alehim. Tash një atësi dhe lezim. Dhe ku duhet në shkojë mendja, ku duhet koncentrohemi. Disa dietar kanë thënë, kështu, Ebu Alije, një prej tabinëve të mëdhej ka thënë, sirata alladhina an'amta alehim, rrugën e atyre që Allahu ka dhënë nimete. Kush janë këto? Është pejgamberi alayhis salatu wasallam. Është Ebu Bekri, është Omeri, Osmani, Aliu, sahabët dhe familja e pejgamberit. Do të thënë kur dhe lexojmë këtë ajet, na shkojë kështu ndërmjet o Zot, na udhëzon rrugën e pejgamberit, sahabëve dhe familjes së tij. Madje disa dietar kanë thënë nga rruga është për qëllim këtu në ajet vetë pejgamberi, jo rruga e pejgamberit, halis pejgamberi. Mirë, po metaforikisht është përmend rruga e tij. Do të thonë ja Rabbi na udhëzo te pejgamberi alayhis salatu wasalam. Takohemi me atë në botën tjetër. Tamam. Dhe kjo i ka ardhur Hasan el Basriut si informat se Ebu Alije kshu e ka komentuar këtë ajet, nuk e ka kritikuar.
Nuk i ka ardhur inati, pse ati shkojnë ndërmend gjikon, e ta kritikoj. Jo, çka i tha? Sadaka wallahi wa nasaha. E ka qelluar të vërtetën vallahi dhe ka qenë shumë i sinqert ndaj xhamatit. Sa ne ka bënë tefsir vërtet shumë të bukur. Allahu Teala po ashtu thot: "Wa in ta'udu ni'mat Allahi la tuhsuha." Nëse i numëroni ni'metet, mirësitë që ka falë Allahu, s'ndë mund t'i numëroni, s'ka në fund. Disa dietar kanë thënë ni'meti cili që ka dërgu Muhammedin a.s. Sa dojni numërojnë atë mirat, sjelljet e bukura, tiparet e bukura të ati, së ndarini fundin, subhanallah. Po njeri be subhanallah, njeri, prap s'ka fund. Ndë e shifni xhamat këtë kitab, çfarë shembujsh edhe çfarë sjelljesh të bukura ka, që vërtet do thush, nëse ne kjo ka ndodh, kush e di më masaj në sa shembull më i bukur do vije. Edhe ajeti i fundit dhe me këtë dhe mbarëm, i rash pak ma shkurt, kam qef ma gjatë me lezu këtë kitab, po ja, kushtet e verës janë këshu, jatësia afrohet, Imam Mujahidi, ne pej tabiinve të mëdhej, dietar i qiraetit të Kur'anit dhe i tefsirit të Kur'anit. Ka lind vaktin e Hazreti Omerit kur ka qenë khalife dhe ka vdek në sejdë tu fal namaz. Thuhet se e ka pa Harutin edhe Marutin, për pak ka qenë tu e lanë mendja. A më ne paramendoni që ta shofe Harutin edhe Marutin njëri. Si e ka emnin? Imam Mujahidi. Mujahid me u është. Neve kemi emra, po unë e kom pat një daj, Allah ja boft xhennet vorin. Dajja Mujahidi thushim. Neve këto emra pse i kemi përdorë që se pleqë tonë janë marrë me këto punë. Kanë lezu qitape, edhe është ndikun nga Imam Mujahidi, ka thonë gjave gjallit emnin Mujahid. Sot neve ndikojmi nga aktor, ndikojmi nga televizionet, nga këngëtarët, pra ndaj devjun edhe emnet. Mon Mujahid s'ka. Mon Mujahid, ndër 40 vjetë s'ka. S'ka Muhammed, Ahmed s'ka. Ama, kilu do emna, vlën. Pse? Kur e shosh te Big Brother janë atë emna. E milet jonë me atë pse piqet, ta nditën, ndikohet e një jave gjallit vetë emna. Pi ato e kuptosh se ki njerit qka donë ma shumë njëtën e vete. Vallahi, në jashta çështjeve fetare, njeri gjallin e vetë, vajzën e vete, e donë ma shumë. E si dush të thirin njerëzit atë, si më të dashurin që e ke, njëtën fetare. E Muhammed, dijet, e Muhammed. A ka dhe një hesab qëtër? Muhammed. Hoxhem ka thënë, kitë bota me patemin Muhammed, Ahmed nuk ngopem. E vajzat, Aisha, va kam të regum duke një rast, ja bin, hoxho kalin një vajz, emën, Aisha ja këndon, hoxho, nën e vetë Aisha, hani be Aisha, nuk o gjina, nën Aisha, vajza Aisha. A nuk dish ma mirë shu se sa, Clio, Mlio, ku e dish fa? Tamo. Renault Clio, vetur. Nese, nuk nënçmojmë, apo nuk përbuzim, mirë po, nuk është një kahje e bukur kjo që e kemi marrë neve. Imam Mujahidi kështu tash e bën tefsir një prej dietarëve të mëdhtë të tabinëve. E kur thush Imam Mujahid, ndalu aty. Ai është argument fetar. Allahu Teala thot surja Ra'd, ajeti 28. Ela, kjo kalon shpesh në përsi piktura sende. Keni kujdes, bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Si e ka bërë tefsir ky dietar i madh? Me përmendjen e Muhammedit a.s. e në sahabe. Vallahi qashtu. Kur bëjmë muhabet për këtë të dashur, sallallahu alaihi wasallam, qetësohen shpirtnat, qetësohen zemrat. Kur bëjmë muhabet për sahabët e tij, për Ebu Bekrin, për Omerin, Osmanin, Aliun radiallahu anhu, qetësohen shpirtnat. E vërtet e ka godit, e ka qellu, se në praktik e jetojsh këtë. E kësa i thujnë të shpihi beligh, këtë hoxhallarët e din, kjo një stil shumë i lartë i metaforës. Do me thanë, kur dush thujsh filani kraje, nuk është shumë i menqëm, apo? Ose Ebu Hanifja është fik, nuk u thuhet fik, thuhet fekih, thënë dietari fikut, të nuk i thush dietari fikut, direkt i thush fik. Tamo? Ose themi për shembull, filan Ebu Hanifja është islam, thënë islamin vete, thënë si ta ndjek ishat, halis dhe gjesh islamin e vërtet. E këto janë do metafora dhe kjo Imam Mujahid me këtë vërtet e ka qellu. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Si përmendja e Allahut?
Muhammedit a.s. dhe sahabëve të tij të ndershëm. Mirë xhamat, me këtë dhe mbarojmë për këtë javë. Inshallah shifemi javën tjetër. Një lajmërim të shkurtër, me që jemi në xhamin Eski, e shfrytëzojmë objektin e xhamis Eski, i falenderojmë me zemër çdo herë, por rrallë ndonjëherë harrojmë, duhet me falenderu këshillin e xhamis që na mundson këtë. Sot ndoshta ishit në xhuma këtu, ta përmendje edhe këtë se imami jon i nderuar doli në penzion, kaluam vite 7 ose 8 unë i bona mon këtë xhami, pin 2018, po 7 vjet janë bë. Shumë mirë kemi kalu. Ja dhe në pranin tuaj ta përmendim me hajr. Allahu e shpërblef për vazifen që e ka bë këtu sa vjet. Ma pajnë e para Imam Lekit ka qenë mualim si unë që jam tash këtu. Allahu për kontributin që e ka dhënë shpërblef këtë dinja ahiret, familjen ja rujt e vlatët, nipat mbesat që i ka në Gjermani ja rujt se i don shumë ata. Po edhe t'ja urojmë imamit të ri që e kemi shok, e kemi të lagjes, e njofim për moti, Hoxha Efendia, Resul Efendi Ahmeti, Allah i ndihmoft, e ne inshallah bashk i bëjmë hizmet dinit të Allahut. Prandaj si ta shefni, uronja Hoxhës që ju që e njihni të paktën mirë. Javën tjetër inshallah shifemi. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allahu